Gjermania po përgatitet terrenin për një mision të ri të NATO-s në rajonin e Arktikut, në një përpjekje diplomatike dhe ushtarake për të frenuar ambicjet e presidentit amerikan Donald Trump ndaj Groenlandës. Sipas burimeve për Bloomberg, operacioni i propozuar i quajtur Arctic Sentry do të synojë monitorimin e kërcënimeve dhe forcimin e pranisë së aleancës në këtë zonë strategjike. Misioni pritet të modelohej sipas operacionit Baltic Sentry, të nisur vitin e kaluar për të mbrojtur infrastrukturën kritike dhe për të kundërshtuar aktivitetet armiqësore në detin Baltik. Nisma vjen në një kohë kur Trump ka deklaruar publikisht se Shtetet e Bashkuara duhet të zotërojnë Groenlandën për arsye sigurie, duke mos përjashtuar as përdorimin e forcës ushtarake për marrjen e kontrollit të territorit autonom danez të pasur me minerale strategjike. Këto deklarata kanë shkaktuar alarme në Europë dhe brenda NATO-s, veçanërisht pasi Groenlanda i përket Danimarkës, një vend antar i aleancës. Sipas burimeve diplomatike dhe Britania e Madhe ka zhvilluar bisedime me aleatët evropian për vendosjen e mundshme të një force ushtarake në ishull, që mund të përfshijë trupa toksor, anije luftarake dhe avion ushtarak. Europa shpreson se një prani e shtuar e NATO-s në Arktik do të ishte mjaftueshme për të bindur Trumpin të hiqte dorë nga pretendimet e tij territoriale. Zëvendës kancelari gjerman Lars Klingbeil i ka bërë thirrje Washingtonit të respektojë ligjin ndërkombëtar dhe sovranitetin e Groenlandës, duke theksuar se ardhmja e ishullit është çështje ekskluzive e Danimarkës dhe vetë Groenlandës. Nga ana tjetër, Trump vijon të këmbgul se Rusia dhe Kina përbëjnë kërcënim në rajon dhe për të pretenduar pa prova se anija ruse dhe kineze operojnë pranë ishullit. Këto pretendime janë hedhur poshtë nga Danimarka, ndërsa tensionet diplomatike rreth Arktikut vijojnë të rriten.